Faleminderit Anja. Okej, mirë, futemi tani në brendësi të zhvillimeve kulturore. Si gjithmonë, na ndihmon Luela Myftari dhe nisim me karnavalet e Korçës. Luela, që unë e dija se bëhesh në Korçë. Jo vetëm në Korçë. Jo vetëm në Korçë, është një vepër e teatrit, operës dhe baletit, po që në fakt është e gjithë Shqipërisë dhe gjithë fondit artistik që kanë lënë artisti Avni Mula, pa diskutim edhe trashëgimtarja vetë Imba Mula, tashmë që risjell në teatrin e operës dhe baletit, sigurisht me elementë të tjerë dhe me artistë të tjerë të cilët performojnë në këtë institucion. Sepse normalisht nga 28 vite më parë, ndoshta 25, mos gaboj, po diku aty jemi gati 5 dekada më herët kur mendohej dhe vijej në skenë kjo ngjarje artistike, kjo premier, sigurisht ka ardhur disa herë si rivënje skenike në teatrin e operës dhe baletit, por duhet të thënë që çdo herë është gjithmonë plot, edhe më ka çuditur edhe atmosfera edhe pritja që është bërë shfaqjes, duke qenë se është një shfaqje e cila ndoshta nuk e ka publikun të ri, por ka publik që me ëndje i ndjek her pas here. Ndryshe nga, po themi, vënjet e tjera në skenë, karnavalet kësaj here kanë qenë karnavale të vendosura që në hyrje të teatrit të operës dhe baletit, sepse thirrja ishte që kushdo që vinte në teatrin e operës dhe baletit të pajisej me një mask që të bëhej, si thua, pjesëmarrës i atmosferës festive që në fakt zhvillohet sipas ngjarjeve në Korçë, po që i përket të gjithë Shqipërisë. Dhe janë, mos gaboj, Vikena Kamenica në rolin kryesor, që luan ato Olimpinë e Olimpis, po. Vërtet shumë breslënse, se pash disa fragmente dhe pash edhe nata e fundit, që mendohet që nata e fundit zakonisht spektatori është ezauruar disi, por ishte plot. Dhe sa mirë më vjen për atë për ku flasim pastaj për një vepër shqiptare, se jemi mësuar me produksionet huaja zakonisht. Jemi mësuar me produksionet huaja dhe nuk na ndodh shpesh, domethënë që duar trokitet kaq shumë një vepër shqiptare. Po duhet të thënë që ka pa komedi, pra e gjithë fabula që zhvillohet, është jo vetëm një atmosferë festive që vjen në teatrin e operës dhe baletit, po nga ana tjetër është edhe një lloj komedie, ku dy të rinj që dashurohen në fakt kërkojnë familjet e tyre të krijojnë blesëri duke ofruar si thua një partner tjetër për martesë, po në fund triumfon dashuria edhe çifti që domethënë lulëzon në këtë kohë pranverore, edhe në atmosferën e karnavaleve të Korçës, pa diskutim sjellin një panoramë shumë të bukur të dashurisë, po njëkohësisht edhe të Korçës së asaj kohe. Sigurisht kanë dëshuar diçka kostumet, shumë pak ndoshta skenografia, po regjia ka mbetur e njëjtë, vetëm konceptime të vogla dhe që vinë në kujdesin e Imba Mulës. Ka qenë edhe një film gjithashtu i mos gaboj, Mirushka Bashi ka qenë protagonistët kryesor. Mirë, flasim tani për një tjetër moment, Gjurmët Fishtiane, një projekt që kanë nderuar natyrisht figurat e historisë dhe jo vetëm. Çfarë ka ndodhur? Po, ka nisur në fakt restaurimi i një rrugë që quhen rruga muzeale e Fishtës, duke nisur nga vendi ku mendohet se ka lindur Fishta, pastaj në vendin ku ka jetuar shkrimtari, nga ana tjetër edhe në urën e mesit që lidh ndoshta edhe Lezhën edhe pjesën e Shkodrës, nga ana tjetër do të jetë në projekte edhe ndriçimi i kalave edhe i pjesës së Durrësit. Kështu që do të jetë një sër, pra është një itinerar i tërë, i cili vetëm sa ka nisur në Lezhë, në Fish, ku mendohet që është në fakt vendlindja e Gjergj Fishtës. Edhe ky projekt është ndërruar, ka shndërruar kullën ku mendohet se ka lindur Gjergj Fishta në një kullë e cila do të mirëpres shkrimtar, artist, po kryesisht shkrimtar, meqense ka lidhje me autorin edhe me letërsi. Po, ka qenë kryeministri Rama bashkë me ministrin Blendi Gonxha që kanë shkuar në Lezhë. Interesant është që jam pritur me këngëvalle, do me thënë organizimi ishte shumë i bukur aty, ishin dalë të rinj dhe të renja, fëmijë, të cilët me kostume tradicionale të zonës, po edhe me vargje të lahutës së Malësisë, se Gjergj Fishta duhet të na ka lënë një thesar të madh si lahuta e Malësisë. Kanë pritur kryeministrin Rama dhe ministrin e kulturës
ekonomisë dhe inovacionit. Pra, kur flasim për një itinerar fishtian, çfarë nënkuptojmë me këtë? Cilat janë etapat që ndjek ky itinerar? Do jenë disa projekte të cilat do të marrin, do të fillojnë dhe do të rikonstruktojnë, rijetëzojnë këto hapësira, në cilat, pa diskutim, nuk do të ndërtojnë vetëm historinë e Gjergj Fishtës, apo rrugtimin e Fishtës dhe veprave të tij, por do të jetë një hapësirë memoriale ku të rinjt, shkrimtarët e rinj, apo edhe shkrimtarët të huaj që duan të vinë në Shqipëri, të kenë një rezidencë letrare, të mund të udhëtojnë këtyre vizave të Lahutës së Malësisë dhe të veprave të tjera të Gjergj Fishtës. Dhe ka nisur në Fisht, pikërisht për këtë arsye ka nisur në vendin ku mendohet se ka lindur Gjergj Fishta. Do të ketë patjetër ndriçimi i Kalas së Durrësit, siç e thash, edhe të Lezhës, muzealizimin e disa ndërtesave të tjera, të cilat do të jenë pjesë e këtij itinerari, por me kohën, sigurisht është një kohë e mirë tashmë. Do me të duhet lëm pak hapësirë dhe kohë të presim deri në projektin e ardhshëm. Po, unë kam thënë që do me thënë është mirë, para zgjedhjeve neve kemi gjithmonë lajme të bukura për kulturën, se të gjitha këto kantieret ose do të mbyllen ose do të hapen kantieret të reja, sepse është kohë e premtimeve që mbahen ose premtimeve të reja që do duhet të bëhen. Dhe është mirë për kulturën, në fakt, sepse javët që kaloi, çfarë kishim restaurimin e... Folëm për galerinë dhe jo vetëm? Po, ishte restaurimi i xhamisë... Bravo, po, s'mo vjen më. Po, dhe një tjetër kultur i rëndësishëm në Shkodër. Një nga monumentet e kategorisë A, monument kulture, pa diskutime, dhe sigurisht që do të kemi kështu lajmesh. Që presim javën tjetër, me siguri do t'ju vimi një tjetër lajm për restaurim. Paktën është në të mirën e gjithë. Kur takojmë me emrat më të rëndësishëm të letërsisë, për kë e kemi fjalën? Sepse do të bëhet një mbrëmje letrare, e cila do të jetë sot në qendrën Sotir Kolea, në bibliotekën kombëtare. Aty do të diskutohet me autorët që kanë bërë tranzicionin në Shqipëri. Pra, ne shpeshherë flasim dhe kemi mbrëmje poetike, të cilat kanë gjithmonë lidhje me letërsinë që është bërë në vitet 50, 60, 70, sidomos ka qenë ndoshta periudha më e diskutuar për shkak të realizmit socialismit, tash edhe kontureve që planifikonte shteti asaj kohe një sistem totalitar që të qëndronte përballë kornizave. Është një letërsi e folur shumë, e analizuar, shpeshherë duke hapur dosjet. Po pak kemi folur për poezinë edhe për shkrimet e tranzicionit. Në fakt është një mbrëmje poetike që do zhvillohet në ambientet e bibliotekës kombëtare, po që në fakt është qendra Sotir Kolea, që nëse e shpjegojmë saktësisht është pranë urës tabakëve. Është kjo qendër e re, cila ka salla leximi edhe ka ambiente të restauruara dhe të rijetëzuara, ajo që ne njohim si biblioteka e parë në Tiranë, biblioteka kombëtare, dhe do të jenë autorë duke nisur nga poeti laureat Luljeta Leshanaku, Ervin Hatibi, Agron Tufa, emrat më të mirë, Mimoz Ahmeti, në një farë mënyrë emrat më të mirë që kanë bërë poezinë e tranzicionit. Pra nga vitet 90 deri sot që jemi në 2025. Janë emra të rëndësishëm fakt të poezisë. Është mirë që bëhet kjo mbrëmje letrare, mund të them që janë përzgjedhur më të mirë. Të paktën në listën që arrita të shoh, për cilat poezi do të flasim, pa diskutim janë autorët më të mirë të Një Brezi, që ka dashur të shkruaj i lirë para viteve 90, njerëz që ndoshta nuk kanë guxuar ose nuk kanë mundur të shpreh rruga në atë periudhë, dhe pa diskutim sjellin poezitë shumë më moderne dhe ato që i duhet Shqipërisë dhe që do duhej teste me... Ka pjesëmarrës në të tilla aktivitete Lula Dishen? Ka pjesëmarrës. Kryesisht nuk ka pjesëmarrës në aktivitete që kanë të bëjnë me për kujtimin e figurave. Rrallë ndodh që të mbushet salla plot në momentin kur kemi një in memoriam
për një autor të caktuar. Por në rastet kur autorët janë gjallë, kur lexuesit duan të takojnë autorët e tyre të preferuar, të kenë një kujtim me ta, të nënshkruajnë libra, ndoshta të kenë një fotografi, po edhe të ndajnë një mendim mbi poezinë apo shkrimin e tyre, qoftë edhe prozën e tyre, në këtë rast do të jetë për poezinë, ka goxha publik. Pra, dallimi bëhet vetëm në momentet kur zhvillohen biseda letrare, që janë thjesht biseda, ndoshta të thata, mënyra e organizimit, qoftë edhe për, nëse do të jap shembull, nëse do të bënim një mbrëmje letrare për Dritroa Gollin, dhe do të ketë vetëm poezi të cilat vinin të recituara, ose studiues që sjellin, si thua, shkumtesat e tyre ose ligjëratat e tyre me një gjuhë që është shumë akademike, këtu nuk ka shumë publik. Nëse kjo mbrëmje poetike do të zhvillohej në shtëpinë muze të Dritroa Golli, sigurisht që do të kishte më shumë. Por nëse Dritroa Golli do t'ishte mes nesh, salla do t'ishte plot. Pra, në këtë këndvështrim mund të them që në momentin kur mbrëmjet letrare dhe poetike bëhen me autorin e pranishëm aty, sigurisht ka më shumë, dhe nuk zhgënjejnë asnjëherë këto, sepse është gjithmonë publiku interaktiv me ata që janë të ftuar ose me autorin që është i ftuar, ose ka gjithmonë një fans. Pra, një artist ka gjithmonë një fans përballë me cilin ka dëshirë të komunikoj. Në rastet të tjera, po, unë këshilloj që thjesht mos bëhet shumë akademike mbrëmja poetike, pra të mos flasim me fjalë të mëdha, ose jo i gjithë publiku mundet të kuptoj ligjërata studimore apo akademike në një mbrëmje letrare, dhe aty si tuash mungon pak publiku, po në rastet të tjera pa diskutim që ka publiku. Tani, Luela, a e diti se çfarë po gatuhet në teatrin kombëtar për të ardhur shumë shpejt? E di dhe është diku nga data 8? 9. 9? Jo, është 8. Dgjoj, për mua është me datë 8. Se gazetarët, në fakt, gazetarët e kanë premierën në datë 8 prill. Ne kemi folur dhe unë dija paraprakisht, do me thënë kemi diskutuar se ne në ndodhë që takojmi me drejtuesit e institucioneve, me drejtuesit e komanduar, të pyesim se çfarë po gatuhet, çfarë po përgatisim. Për shembull, është interesante që të shkosh në teatrin eksperimental, se ato janë ngjitur me salla 150 vëndëshe me sallën e madhe të Artur Binës, që është ajo e teatrit kombëtar. Edhe unë isha diku të para 2 ditësh që ishte vrasje në Vjesht, në teatrin eksperimental, pra në sallën e vogël. Megjithatë ti gjen aty një komunitet pa diskutim para dhe pas shfaqjes, ti gjen njerëz që komentojnë. Shfaqja Driada Dervishit ndërkohë. Po, ndërkohë kjo vrasje në Vjesht është një premierë e cila ka nisur tani rrugtimin, e keni edhe për 2-3 ditë në teatrin eksperimental, kështu që nxitoni ta shihni. Një histori e cila vjen me regji nga Stefan Çapaliku, edhe që është një vepër shqiptare, pa diskutim, shumë interesante, po që lidhe dhe realitetin e Shqipërisë me pushtimin gjerman. Është një vepër e Gjergj Vlashit, njeriu i netëve të Vjeshtës, dhe do të jetë deri më datë 30 mars, që të jem e saktë. Dhe aty ti merr vesh që po gatuhet diçka e madhe, edhe 12 burra të zemëruar do të vinë në teatrin kombëtar. 12 burra të zemëruar, një histori shumë e bukur, e cila vjen me regji të Albert Mingës, por që mbledh. Ndalu pak këtu. Ndalë. Po ja kujtemi edhe këtu pak trailerin se mund të tregjena. Albert Minga. Albert Minga është një nga regjisorët më me emër në teatrin kombëtar, në teatrin shqiptar, në skenën teatrale shqiptare, në fakt, edhe ka mundur të bëj, pa diskutim se vetëm regjisorët e mëdhenj mundet të bëjnë bashkë një kast aktorësh me emra shumë të mëdhenj, si Alfred Trebicka, që është një ndër të preferuarit e mi, edhe që unë kam thënë edhe në emision, nuk e di pse më ndodh që t'i shoh 2 herë apo 3 herë shfaqjet e Alfred Trebickës. Është Viktor Zhusti, është Niko Kanxheri. Është një rikthimi Niko Kanxherit. Është, si thua, domethënë mjafton këto emra për të kuptuar se domethënë si do të vazhdojë vazhda e 12 burrave të tjerë që janë të zemëruar. Po flasim për babain e kolegës time, Luela, apo jo? Po.
Po Aulona është modeste, po sepse I kalon fjalët për ditën e premierës dhe kur të intervistojmë vetë protagonistin. Alfred Rebicka, Viktor Zhusti, Niko Kanxheri, Sokol Angjeli, Neritan Liçaj, Muzafer Zifla, Lulzim Zeqa, Ligoraj Shiriza, Floriana Galliu, Besmir Bitraku, Donald Sheu, Doriana Çaushi, Glizarka. Janë emrat më të mirë, ose burat më pak të zemëruar të teatrit ton, që në fakt në regjinë e Albert Mingës do vinë si burat të zemëruar. Asa do doja të kisha mundësi të tregoja shumë, nuk keni densa shumë. Do ta lësh sepse do ta lë, që po punohet fort këtë nuk Besoj e kuptoni shumë mirë dhe që ka shumë emocion të gjithë, është një vepër, kam përshtypjen që për përmbajtjen e veprës. Unë kam parë diçka edhe në teatrin kombëtar, në faqen e vet. Viktor Zhusti më duket se ka nisur një trailer dhe unë besoj që ato kanë qenë grimcat e para në cilat unë kam filluar të kuptoj që po gatuhet një shfaqje dhe çuditërisht I gjen aty në teatr, dhe ti e kupton që një gjë e madhe po ndodh, se ti e sheh Viktor Zhustin kaq të dedikuar apo emra kaq të rëndësishëm të teatrit, të skenës teatrale, të cilët bëhen bashkë aty. Edhe me zi e presim. Është një moment nga monologjet që ai do të ketë gjatë shfaqjes. Ajo që mund t'ju tregoj, sa të duash, ka vite, nuk e keni idenë se sa, por jo, drama është interesante sepse flet për 12, le të themi, antarët e një jurie në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është mbaruar një gjyq dhe ata duhet vendosin në mënyrë unanime nëse personi që po gjykohet është I fajshëm apo I pafajshëm. Duhet bën 12 mendje bashkë. Çështja është që duhet jenë të 12-tët në një vendim. Pra nëse të 11 thonë është I pafajshëm, sikur njëri thotë jo, është I fajshëm, aty prap duhet ta fillojnë dhe njëra nga e para. Dhe ata janë të detyruar, janë mbledhur në një sallë të 12, janë 12 që nuk njihen me njëri tjetrin, absolutisht, dhe në atë përpjekjen për të gjetur dhe për të vendosur nëse ai është I fajshëm apo I pafajshëm, zbulohen edhe jetët e gjithë secilit, edhe karakteret, ngjarjet, historitë e 12 burrave të zemëruar në fakt me jetët e tyre, por që kaq po e lë sepse ndryshe s'mbaroj kur, por që është vërtet diçka për të. Dua ta lidh edhe me një se tu është një nga veprat më të rëndësishme që po qarkullon tani në kineman botërore, që ka të bëjë me adoleshencën. Edhe personazhi edhe në shfaqjen 12 burra të zemëruar është një 16 vjeçar që ka vrarë teatrin. Pra kjo është ngjarja Edhe mos bëj shumë spoiler se kam lënë ta shoh sot duela të. Po thjesht ideja që ti ke një filmin. Po do kuptosh do të thënë edhe unë po them që gjitha rekordet e shikueshmërisë. Edhe unë nuk e kam nisur, sepse po pres që dalin seri, janë nga 1 orë para shumë 60 minuta, janë 4 seritë e para, do të zhvillohet me siguri. Por duke qenë se unë kam parë disa momente të cilat kanë filluar dhe qarkullojnë në rrjet, sigurisht realizimi I shkëlqyer, po unë po bëj këtë paralelizmin për të thënë që kjo ngjarje tragjike do vi edhe në teatr nga Albert Minga. Për publikun nga 9 prilli. Çfarë kemi tjetër? Pra tham teatri eksperimental ka shfaqjen, teatri kombëtar pritet. Teatri eksperimental, teatri operas dhe baletit, mbaruan karnavalet. Mbaruan karnavalet, do duhet të presim se çfarë do të sjellë kalendari. Unë po realizoj një intervistë me drejtorin e teatrit kombëtar të operas dhe baletit Aulonaqën dhe ai do na tregoj shumë për vizionin e tij natyrisht për teatrin, por edhe për premierat që priten të Këta këngëtarët tuaj të preferuar, Gigi D'Alessio. Ata I themi çdo javë, ne dal ku afrohen datat. Jo, me 28 prill Gigi D'Alessio, por për shkak të sold out, për shkak të shitjes të shumë të biletave, kanë vendosur që ta binë Gigi D'Alessio. Janë shitur edhe Bryan Adams, domethënë është gati e pamundur, por në rastin e Gigi D'Alessios, ata që e menaxhojnë domethënë koncertin e tij këtu në Shqipëri kanë mundur ta bindin artistin që të këndojë edhe me datë 29 në Pallatin e Ka shumë kërkesa për Gigi D'Alessio. Ka shumë kërkesa, kështu që ka nisur domethënë kërkesa dhe shitja edhe për datën 29 tashmë e konfirmuar që Gigi D'Alessio do jetë për 2 net këtu. Në rastin e Bryan Adams po përpiqen organizatorët me sa të mund të shtojnë disa vënde gjatë pjesëve ansore, sepse kërkesa është shumë e madhe. Ku do të jetë Pallati Kongrese? Bryan Adams është shitur në Pallatin e të dy artistët në Pallatin e Kongreseve, por në fillim të majit është Bryan Adams, në 2 maj, kështu që mendohet, imagjino, janë shitur biletat që në mars, për Bryan Adams, edhe nuk e di si do të bëhet, nëse do të duhet edhe ai të pranojë edhe një ditë tjetër për
Nuk e di, po shfaqet kam filluar po. Janë këngëtarë që ndoshta në Shqipëri. Jo vetëm kaq, për një kohë të gjatë ne kemi pasur një, si thua, humtir, edhe nuk kemi pasur mundësi të dëgjojmë. Siç duket në këtë 5 vjeçar apo 10 vjeçar ku ka një dyndje të madhe artistësh, përpiqemi të balancojmë midis atyre që ka humbur një brezitër dashamirësisht muzikës, siç ishin ata me Modern Talking, me Gigi D'Alessio dhe me Bryan Adams, po ashtu të si me tendencat e reja më të fundit me techno edhe me dance. Se që ishte një DJ mundohet që skena të balancoj po. Për pjesë të DJ-ve pyet Kristin se është ja pas mos flas vetëm mua. Po Konstantinos Argyeros që vjen, jo, më që vjen një herë në 3 muaj, por na çudit që ka një njoftim akoma. Do presim nga vera ose nga vjesa. Sigur që atëherë ka për të ardhur, po pak për sigurt. Mirë, shumë ngjarje ka natyrisht, kështu që fundjavat edhe me këto ditë me shi ja vlen të shkosh teatri. Lojra, ti do të jesh shumë shpejt edhe në Milano në Design Week dhe ne nuk do të lëmë qetë, do të kërkojmë që na tregosh eksperiencën tënde atje dhe se çfarë po ndodh. Atëherë publikisht do na të premtosh një lidhje live nga Milano në javën e modës. Dino sa ata zgjon kaq herët. Jo, java e modës është e dizajnit. Ai dizajni, nuk shohim që tani. Jo, është e njëjta, ashtu ajse e njëjta, në ndryshim, po them vetëm pak janë ngjarje që në Milano janë shumë të rëndësishme. Ti do hapësh Skype-in Lojra. Do e hap patjetër. Kështu që planifikoje. Por është një ngjarje e rëndësishme, patjetër është po aq e rëndësishme për arkitektët dhe për ata që janë dizenjuesit më të mëdhenj në botë, do ketë gazetarë nga Vogue, nga revista edhe media. Pra do të kthehet Italia a Milano qendra e vëmendjes në ato. Pa diskutim. Një lloj siç është Venecia zakonisht me Bienalen e Artit dhe Bienalen e Arkitekturës, konsiderohet që Milano Design Week është bllokuar një 3 ditë se po martohet Jeff Bezos, edhe e ka marrë. Jeff Bezos pse po martohet? Është gruaja e dytë ajo, po. Edhe gjitha gondolat janë rezervuara për të ftuarit në dasmën e Jeff Bezos. Kush do ta bëjë? Po s'ka gjë, dëgjoj, Venecia është e bukur edhe çtisësh në këmbë. Shumë e bukur. Okej. Faleminderit Lojra. Mirë, ne shkëputemi për pak dhe më pas do t'ju tregojmë, do të qëndrojmë te kultura, do të qëndrojmë te kinemaja në këtë rast edhe shumë për të thënë. Kemi një surprizë bukur.